Megjithse pasuritë që peshkatari trafikant Gjergj Luca i ka grabitur shtetit me dokumente false dhe vendime qeverie të personalizuara për bëjnë skem korrupsioni dhe vjedhje të organizuar, drejtuesit e SPAK nuk kanë nisur hetim për këto grabitje. Prej 3 vitesh, pamfleti i ka adresuar SPAK-ut prova zyrtare për këtë grabitje kolosale përmes kontratave 1 euro, dhurime të palikshme, qirave fiktive dhe fondeve abuzive, por ish drejtuesi Altin Dumani nuk urdhëroi nisjen e hetimit, sepse nëse hetimi do të fillonte ose fillon, gjurmët çojnë drejt për drejt tek firmat dhe urdhrat e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë sajuar dhe firmosur për t'i dhuruar pronat shtetërore peshkatarit trafikant Gjergj Luca. Sipas tarifave të Drejtorisë Administrimit të Pasurive Publike dhe Vlerësimit Kadastral, rezulton se Gjergj Luca ka marrë pasuri shtetërore me vlerë rreth 2 miliardë euro, me çmime simbolike nga 1 euro secila ose falas për 10 deri në 20 vite dhe pa detyrime financiare. Megjithse ish drejtuesi i SPAK Altin Dumani deklaronte shpesh se do të hetonte çdo pasuri të grabitur shteti dhe se nuk kishte frikë nga askush, ai nuk guxoi ta merrte as në pyetje grabitësin Gjergj Luca, as ata që i dhuruan pasuritë. Aktualisht për Gjergj Luca nuk ka procedim, nuk ka hetim dhe nuk ka as indicie, edhe pse SPAK ka detyrim ligjor të veprojnë mbi bazën e fakteve të publikuara dhe dokumenteve zyrtare. Madje nuk po hetohen as pasuritë dhe transaksionet financiare të tij si trafikant në zbatim të ligjit antimafia. Për 1 muaj në krye të SPAK është Klodian Brao, me betimin se objekti punës së tij do të jetë edhe hetimi i çdo qindarke dhe i çdo pasurie që i është grabitur shtetit, edhe përmes vendimeve qeveritare. Peshkatari trafikant Gjergj Luca ka grabitur shumë pasuri shtetërore me vendime e qeverie, të cilat pamfleti po ja rikujton dhe po ja referon drejtuesit të SPAK, Klodian Brao, për të urdhëruar hetim, mbështetur në provat konkrete që po publikohen. Me VKM numër 873 dhe VKM numër 266, kompania Rozafa SHPK e Gjergj Lucës ka marrë 105.000 m2 objekte dhe troje të rezervave të shtetit në Labinot Fushë të Elbasanit, si dhe 1500 metra tunele që nuk figurojnë në kontratë. Me VKM numër 526, ka marrë ish repartin ushtarak në Çekres të Gramshit me sipërfaqe 28.960 m2 objekte dhe troje. Me VKM numër 701, datë 30 tetor 2019, ka marrë 10.287 m2 të parku të hekur nikelit në Prenjas. Me VKM numër 394, ka marrë 4.889 m2 objekte në kombinatin e sheqerit Maliq. Ka marrë 10 hektar pyje në Zall Shkumbin, 84 hektar pyje në Shmil dhe Zaranik në Park Energjie, 10.3 hektar truall në Labinot për kompleks kulturor, 5.1 hektar në Klenj të Bulqizës për resort, liçenin e Xarës për 30 vite, 15 milje katrore detare në Kakome Qefal për rezervat e peshkut, 1.3 milion euro nga fondet i PARD, naft me çmim të subvencionuar si për jahte luksoze dhe prej 11 vitesh merr 2.500 euro në muaj nga dogana për një zyrë me qira në Shëngjin. Në total, pasuritë që Gjergj Luca i ka grabitur shtetit kapin vlerën e rreth 2 miliardë eurove, me procedurat dhe mënyra përfitimi që përbëjnë objekt hetimi në SPAK. Ndërkohë Gjergj Luca, si trafikant droge, është edhe subjekt i ligjit antimafia. Pse drejtuesit e SPAK nuk e hetojnë trafikantin Gjergj Luca? Kanë frikë? Ka ndikim politik? Apo peshkatari i ka futur në rrjetën e tij? Gjatë 6 viteve pas tërmetit, qeveria ka bunkerizuar informacionin dhe nuk ka bërë transparencë për shpenzimet e rindërtimit të banesave, si për fondet e akorduara nga buxheti i shtetit, ashtu edhe për kredinë e huaj me vlerë 1.2 miliardë euro. Për të mbajtur të fshehta shpenzimet financiare të procesit të rindërtimit, po kujdeset vetë kryeministri Edi Rama, i cili me vendim të posaçëm qeveria ka urdhëruar që këto të dhëna të mos bëhen publike për një periudhë të gjatë kohore. Ministria e Financave është urdhëruar të përgatisë një projekt akt normativ me fuqinë e ligjit për konfidencialitetin dhe arkivimin e dokumenteve financiare që lidhen me shpenzimet e rindërtimit në zonat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Sipas informacionit, me këtë akt normativ të qeverisë, shpenzimet e rindërtimit do të klasifikohen sekret shtetëror dhe nuk do të bëhen publike për 20 vite, çka do të thotë se nuk do të kenë të drejtë të shohin as organet e drejtësisë në raste hetimesh. Fakti që shpenzimet e procesit të rindërtimit do të trajtohen si dokumente të klasifikuara sekret shtetëror me akt normativ të qeverisë dhe që për këtë fshehje është angazhuar vetë kryeministri, krijon dyshime të arsyeshme se mund të jenë kryer vjedhje të mëdha. Ndryshe nuk ka asnjë motiv që Edi Rama të urdhërojë miratimin e një akti normativ për fshehjen e të dhënave, kur ligji për dokumentet e klasifikuara sekrete afatgjata nuk përfshin tenderet e investimeve civile.
civile, madje lejon publikimin e tenderëve për blerje armatimesh të ushtrisë dhe policisë. Por Edi Rama mendon për paprekshmërinë e tij nga drejtësia, duke sekretuar për 20 vite vjedhjen e fondeve të rindërtimit, çka do thotë se ato nuk do të hapen brenda 10 viteve që përcakton kodi i procedurës penale për hetim dhe ndjekje penale. Skenarin për të bllokuar informacionin e shpenzimeve të rindërtimit, kryeministri Edi Rama e ka menduar dhe nisur më 8 tetor 2025 me vendimin numër 569 duke emëruar dy të besuarit e tij, Blendi Gonxhe dhe Mirela Kumbaro, në krye të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit. Ata janë caktuar për hartimin dhe firmosjen e bilancit financiar të shpenzimit të 1.2 miliard eurove, të mbledhura përmes kredive dhe donacioneve të huaja për rindërtimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti. Sipas burimeve të pamfleti brenda Ministrisë së Financave, Gonxhe dhe Kumbaro kanë firmosur një raport kontabël të gatshëm, të hartuar jashtë zyrave të qeverisë me të dhëna që paraqesin shpenzimet e rindërtimit, sikur janë realizuar 100% në Tiranë, Kamës, Vorë, Durrës, Krujë, Kurbin, Shijak dhe Lezhë. Ky raport i falsifikuar i shpenzimeve do të klasifikohet sekret shtetëror dhe nuk do të hapet për 20 vite përmes aktit normativ me fuqinë e ligjit që po përgatitet nga Ministri i Financave Petrit Malaj për të miratuar në qeveri. Por Edi Rama nuk ka rëndësi sa banesa janë rindërtuar dhe sa familje janë strehuar, por vetëm që të justifikohet dhe të mbrohet me dokumente zyrtare shpenzimi 1.2 miliard eurove të mbledhura nga donacionet dhe kredit ndërkombëtar. Me sekretimin e dënave financiare, Edi Rama krijon paprekshmëri nga drejtësia, pasi as prokuroria e SPAK nuk ka të drejtë kërkojë raportin financiar të rindërtimit para 10 viteve, sepse pas këtij afati vjedhjet konsiderohen ligjërisht të amnistuara për shkak të parashkrimit penal. Qeveria shqiptare ka zgjedhur të ndërtojë modernizimin ushtarak të vendit mbi një marrëveshje të mbyllur, të lidhur pa transparencë dhe pa debat parlamentar me kompaninë private Elbit Systems, një aktor qendror i industrisë izraelite të armatimeve, në një moment kur vetaleatët e NATO-s po e distancojnë këtë kompani për shkak të hetimeve për korrupsion dhe shkelje të rënda të rregullave të prokurimit. Në mesin e vitit 2025, Kryeministria dhe Ministria e Mbrojtjes e paraqitën publikisht këtë proces si një bashkëpunim strategjik ndërqeveritar me shtetin e Izraelit, duke shmangur qëllimisht faktin se bërthama e marrëveshjes është një kontratë direkte me Elbit Systems, kompani private që furnizon ushtrinë izraelite me artilleri, dron, municione dhe sisteme mbikëqyrje dhe që operon në tregun global përmes kontratave fitimprurse. Sipas të dhënave të disponueshme, marrëveshja përfshin furnizimin e forcave të armatosura shqiptare me obuz vetlëvizës Atmos 155 mm, prodhuar nga Saltom Systems, filiali Elbit, një sistem artillerie i montuar mbi kamion taktik me rezerveprimi mbi 40 km kur përdoren municionet avancuara, i projektuar për goditje të shpejtë, zhvendosjet menjëhershme dhe integrim me sisteme digjitale zjarri. Në të njëjtën paket përfshihen mortajat autonome, Spear 120 mm, sisteme me mbrapsje të butë, të afta për të montuar në mjete të lehta me ekuipazh minimal dhe me aftësi për të kryer qitje precize deri në 10 km, duke i dhënë njësive toksore shqiptare kapacitete që aktualisht nuk i kanë. Kontrata parashikon gjithashtu furnizimin me dron taktik, konkretisht me modelin Magni X, një quadcopter i vogël për zbulim dhe vëzhgim i aftë operojë edhe në kushte bllokimit të GPS, si edhe me dronin Thor, një platformë më e rëndë që mund të mbajë municionet vogla dhe të kryejë goditje të kufizuara ajrore, duke i dhënë ushtrisë shqiptare një kapacitet të risulmues që deri më sot nuk ka ekzistuar. Faza fillestare e kontratës parashikon dorëzimin e të paktën 10 njësive dronësh, por dokumentet flasin për një zgjerim të mëvonshëm i lidhur drejt për drejt me ngritjen e kapaciteteve prodhuese në territorin shqiptar. Një element kyç i marrëveshjes është transferimi i teknologjisë dhe ngritja e linjave të prodhimit për dronë dhe artilleri në ish uzinën e Bakrit në Rubik, e cila do të shndërrohet në një qendër prodhimi ushtarak, duke e lidhur industrinë e re të mbrojtjes shqiptare drejt për drejt me teknologjinë dhe licencat e Elbit Systems. Në letër kjo paraqitet si ndërtimi vetëm mjaftueshmërisë ushtarake, por në praktik kjo do të thotë se një kompani private e pezulluar nga NATO do të ketë rol themelor në prodhimin dhe standardizimin e armatimit shqiptar për dekadat e ardhshme. Një tjetër komponent i kontratës është rihapja e shkollës së aviacionit në Vlorë me një fond publik prej rreth 9.2 milion eurosh, kur Elbit do të furnizojë simulator fluturimi dhe programe trajnimi, duke e kthyer akademinë në një qendër rajonale për pilot ushtarak dhe civil, çka e lidh edhe arsimin aeronautik shqiptar me një kompani që ndodhet nën hetim ndërkombëtar. Ndërkohë që kjo marrëveshje po finalizohej në Tiranë, Agjencia e Mbështetjes dhe Prokurimit të NATO-s vendosi më 31 korrik 2025 të pezullojë Elbit Systems edhe filialin Orion Advanced Systems nga pjesëmarrja në tenderet e rinj të aleancës, pas një hetimi të gjerë të udhëhequr nga autoritetet belge në bashkëpunim me disa shtete europiane dhe me SBA-t. Hetimi fokusohet në dyshime për rishfet, manipulim tenderesh dhe përfshirje të ish zyrtarëve të NSPA-s në skema
ku kompani private përfitonin kontrata përmes pagesave të paligjshme. Si pasojë u pezulluan 15 kontrata ekzistuese me vlerë rreth 100 milion euro, 13 prej cilave lidhen drejt për drejt me Elbit Systems. Në këtë kontekst merr rëndësi të veçantë rasti i Mbretërisë së Bashkuar, i cili tregon se si partnerët kryesorë të NATO-s kanë reaguar ndaj të njëjtës kompani që Shqipëria po e përqafon pa rezerva. Qeveria britanike kishte lidhur një kontratë afatgjatë me Elbit Systems për trajnimin e ushtrisë britanike dhe furnizimin me sisteme trajnimi dhe simulimi, një kontratë që arrinte vlerën rreth 2.6 miliard dollar. Pas auditimeve dhe verifikimeve të brendshme, autoritetet britanike konstatuan shkelje serioze të rregullave kontraktore dhe të standardeve të prokurimit, duke çuar në anullimin e kontratës dhe në distancimin institucional nga Elbit Systems. Pra në të njëjtën periudhë kur Londra anullonte një kontratë miliardçe për arsye integritetit dhe rreziku reputacional, Tirana po nënshkruante një marrëveshje të re të mbyllur dhe pa shpjegim publik. Vlera reale e kontratës shqiptare nuk është bërë kurrë publike. Vlerësimet variojnë nga 400 milion deri në 1 miliard euro. Burime të shumta flasin për një skem financimi ku Elbit siguron kredi nga banka ndërkombëtare, ndërsa shteti shqiptar ofron garanci sovrane, çka do të thotë se shlyerja e kredis, interesat dhe penalitetet eventuale do të bien mbi buxhetin e shtetit dhe mbi taksa paguesit shqiptar. Asnjë nga këta element nuk ka kaluar në kuvend, nuk është diskutuar publikisht dhe nuk është shoqëruar me analiza kosto-përfitim, ndonse bëhet fjalë për sektorin më të ndjeshëm të sigurisë kombëtare. Në këtë mënyrë qeveria shqiptare ka zgjedhur të ndërtojë sigurinë kombëtare mbi një marrëveshje të fshehtë me një kompani të pezulluar nga NATO me sekser si Ron Jefet, mik personal i liderit global dhe me një barë financiare që do të rëndojë për dekada. Ky vendim nuk prek vetëm armatimin, por mënyrën se si merret vendimi në Shqipëri kush e kontrollon industrinë e mbrojtjes dhe kush mban përgjegjësi kur kontratat mbyllen larg syve të publikut. Edhe pse akshi ndodhet në nënhetim dhe një pjesë e procedurave janë pezulluar ose në shqyrtim, institucioni dje shpalli fitues pa bërë zhurmë, rreth 2 milion euro mirëmbajtje, krye negociatorin e ri Armand Shara, përmes procedurës së prokurimit, mirëmbajtja e sistemit e-receta për fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Në këtë procedurë paraqitet vetëm një subjekt dhe ai shpallet fitues pothuajse në vlerën e plotë të fondit limit dhe e kthyer në garë në një formalitet dhe duke konfirmuar modelin e paracaktimit që shfaqet prej vitesh në tenderet e teknologjisë së administruar nga akshi. Ky fakt nuk qëndroni shkëputur nga panorama e mëparshme, sepse Armand Shara është personi që del në çdo hall të këtij sistemi, edhe pse emri i tij mungon në dosjet që analizojnë vetëm procedurat dhe dokumentet. Përmes Tag Engineering, kompani që ai zotëron 100%, Shara kontrollon një rrjet subjektesh që shfaqen rregullisht si fituese, furnitore ose konkurrente në tenderet e akshit, ndërsa përfitimi real mbetet i përqendruar te i njëjti kontroll. Aq i madh mbetet presioni i akshit në treg, sa askush nuk guxon të konkurrojë me Infosoft, Ikubinfo dhe kompanitë e lidhura me Armand Sharën, edhe kur bëhet fjalë për kontrata shumë milionçe dhe për sisteme kritike të shëndetësisë. Ky presion nuk shfaqet në dokumente, por reflektohet te mungesa totale e konkurrencës dhe te fakti që i njëjti emër shpallet fitues her pas here edhe në kushte hetimi. Ndërkohë që procedurat të tjera paralizohen dhe rishikohen për shkak të hetimeve, asgjë nuk e ndalon Armand Sharën të vijojë të marrë kontrata të reja, duke komanduar në praktikë komisionet e brendshme të institucionit që miratojnë procedura pa garë dhe i çojnë fondet publike drejt të njëjtit rrjet. Kjo kontratë e fundit për mirëmbajtjen e e-recetës e bën edhe më të qartë atë që artikulli i parë ngriti si pyetje qendrore, sepse ndërsa hetimet mbi akshin ndalen te letra dhe te firmat, elefanti mbetet jashtë kornizës së hetimit. Armand Shara vijon të funksionojë si qendra e vendimarrjes së tendereve të teknologjisë, duke marrë 10 miliona euro nga buxheti dhe duke e mbajtur të paprekur modelin e paracaktimit të kontratave. Edhe pse akshi ndodhet në nënhetim dhe një pjesë e procedurave janë pezulluar ose në shqyrtim, institucioni dje shpalli fitues pa bërë zhurmë, rreth 2 milion euro mirëmbajtje, krye negociatorin e ri Armand Shara, përmes procedurës së prokurimit, mirëmbajtja e sistemit e-receta për fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Në këtë procedurë paraqitet vetëm një subjekt dhe ai shpallet fitues pothuajse në vlerën e plotë të fondit limit dhe e kthyer në garë në një formalitet dhe duke konfirmuar modelin e paracaktimit që shfaqet prej vitesh në tenderet e teknologjisë së administruar nga akshi. Ky fakt nuk qëndroni shkëputur nga panorama e mëparshme, sepse Armand Shara është personi që del në çdo hall të këtij sistemi, edhe pse emri i tij mungon në dosjet që analizojnë vetëm procedurat dhe dokumentet. Përmes Tag Engineering, kompani që ai zotëron 100%, Shara kontrollon një rrjet subjektesh që shfaqen rregullisht si fituese, furnitore ose konkurrente në tenderet e akshit, ndërsa përfitimi real mbetet i përqendruar te i njëjti kontroll. Aq i madh mbetet presioni i akshit në treg, sa askush nuk guxon të konkurrojë me Infosoft,
Soft, Ikubinfo dhe kompanitë e lidhura me Armand Sharën, edhe kur bëhet fjalë për kontrata shumë milionçe dhe për sisteme kritike të shëndetësisë. Ky presion nuk shfaqet në dokumente, por reflektohet te mungesa totale e konkurrencës dhe te fakti që i njëjti emër shpallet fitues her pas here edhe në kushte hetimi. Ndërkohë që procedura të tjera paralizohen dhe rishikohen për shkak të hetimeve, asgjë nuk e ndalon Armand Sharën të vijojë të marrë kontrata të reja, duke komanduar në praktikë komisionet e brendshme të institucionit që miratojnë procedura pagar dhe i çojnë fondet publike drejt të njëjtit rrjet. Kjo kontratë e fundit për mirëmbajtjen e ERC-s e bën edhe më të qartë atë që artikulli i parë ngriti si pyetje qendrore, sepse ndërsa hetimet mbi akshin ndalen te letrat dhe te firmat, elefanti mbetet jashtë kornizës së hetimit. Armand Shara vijon të funksionojë si qendra e vendimarrjes së tendereve të teknologjisë, duke marrë 10 miliona euro nga buxheti dhe duke e mbajtur të paprekur modelin e paracaktimit të kontratave.